Ndërkohë, regjia le të vinë 2 të ftuarit e tjerë. Është bashkuar me mua në këtë pjesë të dytë Endri Tafani, njohës dhe ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Përshëndetje Endri, mirë se erdhe. Klet Galliçi, pedagog pranë Universitetit të Tiranës, pedagog i shkencave politike. Klet, kënaqësi që të kam. Faleminderit. Do ta nis bisedën Endri me ty për shkak se duke qenë se edhe je marrë me bursën, e njeh pak a shumë se si funksionon gjëja dhe duke qenë se njeh edhe gjeopolitikën, mendoj që je nga njerëzit që mund na japësh përgjigjen më le të themi më të goditur për sa i përket asaj që po ndodh sot, që ka tronditur tërësisht planetin, për sa i përket tarifave, luftës së tarifave, luftës tregtare. Ideja është çfarë po bën Donald Trump me këtë luftë që ka nisur. Tani, kjo është një ide e vjetër e 1800-s që ka qenë, në të cilën proteksionizmi si praktik është praktikuar nga shumë vende me idenë për të nxitur industrializimin e vendit. Proteksionizëm i cili ka qenë në Evropë, mjafton të kujtojmë bllokadën që i bëri Napoleoni dikur perandorisë britanike për manufakturën, pastaj duke vazhduar me shumë vende të tjera, duke përfshirë dhe Japoninë, dhe Japonia ka pasur një periudhë proteksioniste dhe ky lloj mentaliteti pastaj u ngrit si thua si edhe si shkollë ekonomike, domethënë si teori ekonomike në cilën thoshte për të zhvilluar një industri të caktuar ne duhet vendosim proteksion, pra barriera ndaj të huajve në mënyrë të tillë që t'i japim mundësi biznesit vendas që të zhvillohet. Problemi i kësaj shkolle të ekonomisë është që në çdo rast që është praktikuar ka çuar në dështim. Domethënë një dështim në Amerikë ka pasur në 1830-ën kur vendosën tarifat në ana presidentit amerikan, ka qenë një periudhë tjetër në të cilën në 1890-ën janë vendosur prapë tarifa në ana e presidentit amerikan. Çuditërisht gjithmonë janë republikanët që vendosin tarifa. Dhe në 1890-ën çoi në krizë ekonomike shumë të rëndë, e cila pastaj u tejkaluar në krizën ekonomike e 1929-s, në të cilën pastaj në 1930-ën një president tjetër amerikan prapë vendosi tarifa ndaj botës dhe çoi në depresionin e madh të 1930-31 derisa erdhi Roosevelti në pushtet. Pra historikisht ka paraprir luftrave botërore kjo punë e tarifave. Pikërisht, sa herë ka ndodhur kjo puna, kjo tarifat, domethënë janë vendosur, kanë çuar në recesion dhe kanë çuar në depresion dhe kjo pastaj ka nxitur konflikte sociale, të cilat kanë çuar pastaj në konflikte edhe më të gjëra, konflikte ndërshtetërore. Trump tani bën të njëjtën gjë me idenë për të zhvilluar biznesin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, po i rikthehet prapë idesë së tarifave, e cila sipas tij është që do kthej punët mbrapsht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjë që është le të themi që është një teori aq e dështuar aq herë, domethënë sa duket e habisme që ka akoma njerëz që mendojnë që tarifat mund funksionojnë. Për të dhënë idenë, domethënë, për shembull, në Vietnami për shembull prodhon këpucët dhe atletet e Nike-ut. E kupton? Ose këmishat që prodhohen në Vietnam, me bluzat e të tjerat. Ai e prodhon me 50 cent ora. Pra një punëtor vietnamez paguhet 50 cent ora për të punuar atë. Dhe ne kemi pasur këtu në Shqipëri, kemi pasur fasonin derisa euro e detyroi që të largohesh nga Shqipëria, pra kursi euros e detyroi. Kur ti punon në fabrikat të tilla, ajo që është kosto variabël dhe kosto më e rëndësishme është kosta e fuqisë punëtore. Sepse makineritë kushtojnë pak a shumë një lloj në gjithë botën, materialet e para kushtojnë pak a shumë gjithmonë, në gjithë botën kushtojnë një lloj. Marketingu është tjetër gjë që bëhet, dhe Amerika përfiton të marketingu, por këto kosto janë një lloj. E vetme gjë që ndryshon është kosta e fuqisë punëtore. Dhe kur ti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ke
$15 orën e punëtorit, aktualisht aq ka vajtur, normalisht ti nuk mund ta konkurrosh Vietnamin. Edhe sikur ti të vendosësh tarifa ndaj Vietnamit. Çfarë do bësh? Maksimumi që mund të arrish ti është që ta bësh aq të shtrenjtë bluzën e Vietnamit sa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shesësh vetëm bluza të prodhuara në Amerikë. Por në pjesën tjetër të botës do vazhdoj të shesë Vietnami, sepse nuk do ketë tarifa me Vietnamin. Pra, në Afrikë do blejmë prap këpucë edhe bluza që prodhohen në Vietnam, në Evropë gjithashtu, në Amerikën e Jugut gjithashtu. Në gjithë botën, përveç Amerikës, do shiten bluzat e prodhuara në Vietnam. Pse? Sepse Vietnami ka kostot më të ulta. Dhe duke qenë se dhe kush do humbi në këtë rast? Do humbi konsumatori amerikan. Shtetasit amerikan, ai që do e blej fundit pantallonët, bluzën apo këpucët, ka për të paguar më shtrenjtë se sa do të paguante për në rastin sikur ta kishte lënë të lirë këtë punën e tarifave. Pra, në një botë të tillë globale, një botë të tillë kaq të madhe në të cilën kostot janë kryesorja për përfitimin e biznesit, është e pamundur, domethënë është kundërproduktive që ti të vendosësh tarifa. Dhe pse ka ndodhur kjo në Amerikë? Në Amerikë ka ndodhur sepse amerikanët janë bërë gjithmonë më të pasur, dhe duke bërë amerikanët gjithmonë më të pasur, dhe puna është larguar, sidomos to që janë punë që kanë kosto manuale. Është si puna një të pasuri për shembull. Një i pasur nuk i bën vetë punë të shtëpisë. Një i pasur merr një pastruese për të bërë punë të shtëpisë. Që mund të jetë. Dhe kjo është e gjë dhe Shtetet e Bashkuara është një emigrant. Dhe Shtetet e Bashkuara është pikërisht kjo gjë. Shtetet e Bashkuara janë larguar nga puna manuale dhe janë përqendruar në procese teknologjike më të larta, të cilat kanë përfitim më të mëdha. Apple-i, Microsofti, Nvidia e gjithë të tjerët janë teknologji e lartë, Tesla. Po edhe Tesla duke futur midis tyre, po janë teknologji e lartë e cila ka përfitim akoma dhe më të madh, sepse për shembull rroga e një inxhinieri ose inputi që ka inxhinieri në një produkt është $5.000-10.000 në muaj dhe ai mund ta marrë këtë mbrapsht si rrogë, ndërkohë që rroga e një punëtori për të bërë një palë këpucë është gjithmonë. Pra, gjithë to që janë punë të cilat janë manuale dhe me pak përfitim janë transferuar dhe Amerika ka kaluar në një nivel më të lartë, në të cilin ka kaluar në teknologji më të lartë dhe me kosto shërbimesh më të larta në marketing. Administronte këtë gjë. Dhe deri tani po administronte këtë gjë. Tani Trumpi thotë fundi globalizmit ende. Çfarë se po perceptohet kjo goditja apo si më thon kjo loja me tarifat si loja me tarifat është po fundi i globalizmit nuk do jetë fundi i globalizmit sepse domethënë që të jetë fundi i globalizmit do të thotë që secili shtet veproj me kokë të vet edhe të plasë një luftë midis vendeve të tjera. Kjo është fatikisht gjatë dy luftrave. Kjo është fatikisht, shikoj, gjatë luftës për të bërë një kontekst më ndryshe, gjatë luftës së dytë botërore, lufta e dytë botërore, Japonia është futur në luftë sepse Amerika i vendosi sanksione dhe i vendosi sanksione në atë kohë, në 1930 vitet 30, Amerika i vendosi jo vetëm që bëri luftë tregtare nëpërmjet vendosjes së tarifave që përmend në vitet 30, por njëkohësisht i vendosi dhe sanksione ndaj naftës, aluminit, e gjithë tyre që ishin produkte kryesore. Dhe kjo e bëri që Japonia pastaj të kalonte nga një, po themi, një pushtim i vetëm një zone të Kinës, që ishe plani origjinal, e detyroi që të ikte në drejtim të Indonezisë edhe të Filipinëve të tjerë për të pasur akses në naftë, për të pasur sukses minerale e gjëra të tjera. Pra e detyroi Japoninë që të shkonte në atë drejtim. Përmes tarifave. Përmes sanksioneve dhe tarifave, domethënë që ka qenë në atë kohë. Dhe kjo e detyroi Japoninë. Bile një nga kërkesat e Japonisë përpara se sulmonte Pearl Harbor ishte pikërisht kjo heqja e sanksioneve për të cilët Roosevelti nuk e pranoi. E kam fjalën këtu që në një botë të tillë është e vështirë që ti të largohesh nga globalizmi, kur pak a shumë në gjithë botën është sistemi kapitalist i prodhimit të tregu i lirë. Është tregu i lirë dhe ka qenë pikërisht Amerika që ka insistuar për tregun e lirë. Teza e Trump është që Amerika është varfëruar
nga gjithë kjo gjë. Gjë që nuk është e vërtetë. Sepse Amerika si në vitet 80 ishte 25% e produktit botëror, pra GDP-ja e Amerikës përbënte 25%, edhe sot e kësaj dite përbën për prapë aq, 25% e GDP-s botërore. Që do thotë Amerika nuk ka ngelur mbrapa, nuk ka përfituar njëri. Po mos janë rritur këto vlerat, po do kthehet. Dhe ajo që ka ndodhur, ajo që ka ndodhur është pak më ashtu. Nga vitet 80 e këtej që Trumpi pretendon që ne na ka rrjepur. E vetme gjë që ka ndodhur është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sa herë kanë qenë republikanët, kanë ulur taksat për shtresën më të pasur. Dhe kjo ka bërë që të ulen të ardhurat, të cilët pastaj janë mbuluar nga borxhi i marrë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, sa herë që buxheti del me deficit, ti detyrohesh që atë deficit të marrësh borxh. Dhe që në vitet 80 e këtij borxhi është rritur në mënyrë eksponenciale dhe kjo ka ndodhur për politikës së uljes taksave. Krejt, së pari si e lexon këtë luftën e tarifave që ka shpallur, luftën tregtare të tarifave që ka shpallur Donald Trump, domethënë sot Kina nga sa ishte 85 e çoi 125 përgjigjen ndaj tarifave të vendosura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi atë pezullimin 90 ditor të SBA-s dhe me njëherë bashkimin në këtë pezullim edhe të Bashkimit Evropian. Pra si e lexon këtë që po ndodh aktualisht? Atëherë, do ta nis pak histori të shkurtër. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë operuar me ata që kanë qenë aleatët e tyre, sidomos pas luftës së ftohtë, pas luftës së dytë botërore, duke sakrifikuar nga pikpamja ekonomike deri diku, duke ofruar, si thosh, dhe që këta vende të vinin barriera ekonomike ndaj Shteteve Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që zhvilloheshin ekonomikisht. Ka ndodhur me Japoninë, ka ndodhur me Korenë e Jugut, ka ndodhur me Tajvanin. Dhe në vitet 80 këto vende u rritën aq shumë ekonomikisht saqë se thosh patën atë rritje ekonomike saqë i bëri ato vende nga pikpamja e zhvillimit ekonomik bëri nga vendet parëroj në botë. Pra përdorimi i mekanizmave ekonomik për ndërtuar një raport politik ka qenë pjesë e politikës amerikane. Përfitimet kanë qenë më të mëdha, besoj, në rrafshin global për Shtetet Bashkuara të Amerikës sesa për këto vende. Po. Kjo ka qenë logjika. Sa i përket tarifave pastaj, Trumpi në vendosjen e tarifave nuk ka marrë parasysh kostot apo tarifat që i kanë vënë këto vende. Ka marrë si indikator atë që ishte deficiti tregtar. Po me deficit tregtar ti nuk e llogarit dot raportin ekonomik që ke me të gjitha vendet, sepse me disa vende deficitin tregtar ke më të madh, me disa tjera ke më të ulët, në varësi edhe të shkëmbimeve që ti bën. Ekonomikisht është e pamundur që ti të prodhosh, pra të kthesh një ekonomi autarkike. E ka provuar Shqipëria me kosto të mëdha. Pra Shqipëria ishte një vend i cili nga vitet 60 tutje tentoi të bënte një operacion gjigant ekonomik, i cili teorikisht do ta pavarësonte nga marrëdhëniet ekonomike pra nga varësia që mund të kishe me botën. Dhe është e pamundur ta bësh. Është praktikisht e pamundur. Ti mund prodhosh gjithçka vet. Për shembull, Amerika nuk ka problem të prodhojë gjithçka vet. Po kostot janë gjigante. Po janë kostot. Pra, edhe ti fundit në jetë do bësh ato llogaritme me gjithë kostove. Është më mirë ti bësh vet këto gjëra apo ti japësh një tjetër dhe ti marrësh lekët. Kështu ka ecur Amerika. Pra, ato gjëra të cilat mund t'i bënte vet, por përfitonte më shumë, po t'ia bënte dikush tjetër. Ka përfituar shumë më shumë dhe duhet paguajnë për këtë. Kjo është Jo, ka diçka tjetër nga pra si dy kanë qenë shtyllat e politikës amerikane, pra për të qenë një perandori, ti pas në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mas luftës së dytë botërore, për të qenë perandori kanë tentuar që të kenë minimumin e kostove që t'jep perandoria nga pikpamja e mbajtjes, nga pikpamja ushtarake, dhe maksimumin e kostove ekonomike. Dhe ja kanë arrit qëllimit. Pra kanë kriju një hapësirë gjeopolitike e cila kishte si referencë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila u zhvillu dhe ekonomikisht, Europa, një pjesë e Azisë, Amerika Latine, pra sa pati mundësi, me kosto ushtarake minimale. Dhe si e fitoi luftën me Bashkimin Sovjetik, se mbarimi i luftës së ftohtë ishte fitore. Për shkak të sistemit ekonomik, këtu mund ta fuzësh në rrafshin e superioritetit të sistemit kapitalist ndaj ekonomisë planifikuar, por kjo është komplet çështje tjetër.
duke i rrit kostot ushtarake dhe kostot e mbajtjes perandorisë Bashkimit Sovjetik, i cili kishte gjigande, dhe në këtë mënyrë mbajti perandorinë. Tashti, në rast se ti do të kesh një pozicion ushtarak apo gjeopolitik të caktuar për ta ruash perandorinë, atëherë duhet të kesh parasysh dhe këtë element. Prishja e kësaj balance të kthehen në një shtet shumë më të vogël nga ai që je, dhe kostot pastaj janë kostot politike, po dhe kostot natyrës ekonomike. Duket që thelbi i goditjes Trumpit është Kina, Klet. Thelbi është përcaktuar qartë se armiku tregtar i Kinës, i SBA-ve është Kina. Çfarë do të thotë kjo? Atëherë në rast se është Kina, shiq çka ka ndodhur me rastin e Endri përmendi Vietnamin. Vietnami nuk është rezultat i zhvillimit ekonomik vietnamez, lidhet shumë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht se Vietnami sot nominalisht është një shtet komunist. Nominalisht e themi. Për shkak të raporteve të ndera ekonomike dhe politike dhe ekonomike të Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Kinën, një pjesë e mirë e kompanive që janë amerikane etj. Spostuan prodhimet e tyre në Vietnam. Dhe Vietnami ka përfituar shumë nga ky zhvillim ekonomik. Dhe në momenti që ti Vietnami, si thosh, ideja që ti do të izolosh Kinën është që të ndërtosh një kordon sanitar përreth Kinës, po jo ti vendosësh të gjitha vendet në të njëjtin raport. Jo, Kina ka mbetur, por gjithë botën është pezuar. Me rastin e Vietnamit, ekonomia vietnameze është ekonomi eksporti. Varet shumë nga një treg gjigant që është tregu amerikan. Në periudhën afat shkurtër, nëse do vazhdojnë tarifat, tregu amerikan do bie, kompanitë vietnameze do mundohen gjejnë tregje jashtë Shtetit Bashkuar të Amerikës. Problemi është që kur ti shef listën e madhe, ishte një vend, për shembull Lesotho. Lesotho kishte 40% tarifën. E di çfarë prodhon Lesotho? Lesotho është një mikroshtet brenda Afrikës së Jugut. Prodhon xhinse. Mikroshteti i cili prodhon xhinse. Dhe tarifat ishin, pra, nëse deficitin buxhetor Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka 50% me Lesotho fjalë vjen, atëherë ne si e rekuperojmë, i vendosim tarifat. Pra problemi i tarifave, të paktën me sa kuptohet, nuk është një problem i natyrës, pra e një politik e qartë ekonomike, por është një politikë që diktohet më tepër nga nevojat e brendshme, pra ti amerikanit mesëm do të thuash që ne kemi vendosur tarifat në brëm ekonominë tonë, po nga pikpamja pastaj reale do është shumë e vështirë që ti të rindërtosh, pra të rindërtosh gjithë ato importe që ti merr, ti vendosësh brenda. Edhe një ndërhyrje të vogël, po ta them e fundit fare. Para se ndodhte revolucioni industrial, i gjithë tregu i anglez i pëlhurave të tjerë, se kanë bënë me zhvillimin e kapitalizmit, u fut në krizë sepse indianët prodhonin basme pambuku me çmim më të lirë se sa që ishin produktet nga derivatet e leshit në Britaninë e Madhe. Në momentin që u futën maqinerit, këto maqinerit me avull, u fut spinning jenny dhe ca inovacione të tjera që u bën në Angli, atëherë i gjithë tregu i pambukut u spostua nga Britania e Madhe, nga India u spostua në Evropë. Në momentin që u rritën shumë kostot e prodhimit, e gjithë ekonomia britanike, gjithë ekonomia që lidhej me tregun e pëlhurave, shkoi prapë në Indi, ndërkohë që Britania nuk u deindustrializua, nuk mbeti një shkretir industriale, po evoloi në një teknologji tjetër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i arrit ekonomikisht në 30 vjetët e fundit. Nuk kanë pasur rënje nga pikpamja ekonomike. Problemi është se janë rritë edhe të tjerat, se ka problem. Problemi është se është rritur Kina. Do të kuptuar një gjë. Ai thotë ne do sjellim manufakturën këtu. Manufaktura do thot gjëra të bëra me dorë, manufactory. Domethënë ti prodhon gjëra me dorë, është rrobaqepësitë e gjërat e tjera. Bota, që ta shkuptosh, është vendosur drejt teknologjisë lartë. Dhe sidomos vendet që janë më të zhvilluara kanë ikur drejt teknologjisë, nuk kanë më manufakturë edhe në Evropë është vështirë. Është pse? Sepse ti shkon tek ato cikle që kanë përfitim më të lartë. Dhe teknologjia është një cikël i cili ka përfitim më të lartë se sa manufaktura që është poshtë. Dhe kjo është arsyeja që manufaktura nuk është larguar vetëm në Amerikë, është larguar në Evropë. Gjithashtu, është larguar nga Japonia manufaktura. Kjo dhe zaurua, po pyetja ime është do të dalë pak ka këto teknikalitetet e tarifave, po tek lufta reale tregtare ku Kaja Kallas deklaroi dje që ai që
nëse ndalon Kinën, ke ndaluar Rusin. Ideja ishte për ushtarë kinezë që janë gjetur në Ukrainë. Jo. Europa kthen timonin, tërheq edhe ajo, le të themi, ato kundër tarifat që do vendoste për Trumpin. Pra, Europa i bashkohet Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë luftë kundër Kinës. Ndërkohë Scott Bessent tha që nëse do të ketë kushdo që dhe i referoi Europës dhe posaçërisht kryeministit spanjoll që do shkonte në Kinë për të rilidhur aleanca tregtare me Kinën, do të jetë sikur do të pres fytin e tij. Kjo ishte referenca e Scott Bessent. Jo, tani nuk do merr Endri, domthonë spostohemi, dalim te kjo pjesa që Europa tani po bashkohet dhe apo izolohet Kina. Kjo është ajo që jo, nuk është ashtu. Përkundazi po ndodhet kundërta. Evropa po bashkëpunon me Kinën. Dhe sot janë bisedime në Evropë midis profesuesve kinezë dhe profesuesve europian për të diskutuar këtë punën e tarifave të përbashkëta. Midis tyre diskutohet dhe heqja e tarifave për makinat elektrike kineze për tregun evropian e tjerë. Ajo që ka bërë Trumpi është njëna budalliqet më të ndaja po themi në mënyrën se si e ka zhvilluar politikën. Nëse ti do kishe problem me Kinën. Për shembull, Kina, kush është problemi i Kinës? Problemi i Kinës është që e para punës është vjedhja e pronësisë intelektuale. Pra ato gjëra që ti zhvillon me teknologji që ke bërë research e këto tjera, Kina i vjedh edhe i përdor vetë. Ose ajo e falsifikimit markave dhe tjera, që është një problem që vazhdon akoma dhe sot e kësaj dite në Kinë. Përveç kësaj, Kina ka dhe atë që ndërhyn shteti shumë tek kompanit, duke i ndihmuar me financime, duke i bërë që ato të dalin në treg me kushte të pabarabarta me kompanitë e tjera të cilat nuk kanë. Pra, këto janë dy probleme të mëdha në sistemin aktual të qarkullimit të mallrave në botë, pra organizatës botërore të tregtisë. Nëse ti ke këtë problem, dhe ky nuk është vetëm problem amerikan, ky është dhe problem europian. Është dhe problem kanades, e kupton? Pra është dhe problem japonez, koreane, pra gjithë bota e zhvilluar ka këtë problem me Kinën. Nëse ti ke këtë problem me Kinën, atëherë ti duhet bëhesh me aleat, pra ti duhet bëhesh me Evropën, me Japoninë, me Korenë, me Kanadën, me gjithë botën e tjerë. Ta mbaroj. Kina po ndihmon Rusinë luftën me Ukrainën, ka më deklarat më të qartë. Prit ta mbaroj. Nuk ka lidhje me atë, po them tjetër gjë. Nëse ti do që të bëhesh, pra, të japësh zgjidhje këtyre dy problemeve që ti ke me Kinën, ti duhet gjesh aleat me Kanadan, me Evropën dhe me gjithë vendet e tjera për të bërë kundër. Por kjo nuk është bërë në Trump. Trump i ka vendosur tarifa gjithë botës dhe ka bërë armik Kanadan, ka bërë armik Evropën, ka bërë, jo, nuk e ka pezulluar, nuk janë pezulluar tarifat. Për të gjithë ata që nuk janë për 90 ditë, për 90 ditë janë pezulluar ato tarifa që kishte vënë dhe janë kthyer në 10%. Nuk janë pezulluar, ndërkohë që me Kanadan dhe me Meksikën kanë ngelur 25%. Ai sa i ka pasur që në fillim. Ka një keq kuptim, nuk është, shikoj që nuk janë hequr, po jo për ajo se ky është pra problemi i Trumpit është që është i pabesueshëm në ato që thot. Sa nuk do t'i heq tarifat, dhe pastaj doli pa pritur të tha tarifat pezullohen. Dhe bursa shpërtheu lart, disa ata që ishin pasur u bën akoma dhe më të pasur, ata që ishin të varfër u bën akoma dhe më të varfër. Dhe tani del të nesërmen dhe thotë që jo, nuk janë pezulluar, nuk janë hequr gjitha, thotë i kam çuar me 10%, thotë ai, ndërkohë që për vendet të cilat më janë përgjigjur, the art of war, the art of the deal. Dhe për ato vende të tjera, si puna e Meksika për shumë vazhdon akoma dhe ka 25%, Kanada ka 25%, tarifat akoma. Tani, kështu që Endri, ajo që po bëhet e qartë është që shënjestra është Kina dhe ekspansioni tregtar kinez, është luftë tregtare. Mua nuk mendoj që është luftë tregtare, mua mendoj që kjo është gjitha një taktik për të bërë njerëzit ca lek në bursë. Ke bursa pastaj nuk kundërshtoj se te bursa po marrë ishte më e kuptueshme. Po, shikojmë çik. Doli dhe tha, në momentin që vendos tarifat, bursa reagoi keq. Bursa reagoi keq. Dhe bursa vajti, domethënë ra me 20% pak a shumë, që praktikisht quhet treg
bear market, domethënë tregu i ariut thuhet. Zakonisht tregu i ariut është kur bursa është negative gjithkohës. Dhe duke vendosur këto gjëra, do tarifa, bursa vajti aq keq dhe rrezikonte që shkonte akoma dhe më keq. Dhe çmimet e aksioneve të kompanive ranë në mënyrë drastike, goxha të madhe. Atëherë çfarë bëri Trump? Trump tha pa pritmas që shiko, to tarifa pezullohen tha për 90 ditë. Dhe bursa kërceu brenda një dite me 10%. Pra, kishte rënë me 20%, kërceu brenda një dite me 10%. Dhe po ta vini re, ishte takimi i Trumpit me Charles Schwabin. E një kush është Charles Schwabi? Charles Schwabi është një nga kompanitë më të mëdha brokerage dhe hedge fund. Është kompani financiare. Ndërmjetësit. Po. Dhe Schwabi, ai tha fitoi 2 miliard brenda ditës. E pasha ti pse vërtet ishte ajo Po, video. 2 miliard, po, 2 miliard e gjysmë. 2 miliard, 2 bilion dollar po, 2 miliard kishte bërë ai, 900 milion kishte bërë ai tjetër. Ishte aty afër, po. Çfarë janë këta? Këta janë ata të cilët e kishin marrë vesh më përpara që Trumpi do bënte këtë pezullim. Insider trading quhet. Dhe kjo quhet insider trading, pra quhet tregti e brendshme, kuptimin që janë sa njerëz që di më përpara se çfarë do ndodhi, kanë burime të sigurta dhe pozicionohen. Kongresi Amerikan tani ka kërkuar një hetim, po. Ka kërkuar për ngritjen e hetimit, po bllokohet në republikanët, të cilët e mbrojnë Trumpin deri në vdekje, domethënë ata që janë aty se janë kthyer në laket gjithë, nuk ka më republikan në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pak kokra kanë ngelur, të tjerët janë kthyer maga të gjithë. Dhe çfarë ka bërë kjo? Kjo ka bërë që se do thuash ti ai bëri 2 miliard, po nga i bëri 2 miliard ai? Këta që janë të pasur, 2 miliardët nuk i bëjnë atë pasurit e tjerë, i bëjnë nga ata që quhen retail, nga individët, sepse në dallim nga Evropa, në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka shumë nuk i fituan nga bursa. Po në bursa, por bursa po dikush e shiti kineze. Po dikush e shiti, kush e shiti me humbje? E shitën individët. Kush përfitoi? Përfituan individët, po thua qytetarë tjerë, sepse në dallim nga Evropa, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, shumë individ investojnë në bursë. Nuk është si Evropa. Evropa nuk investon në bursë, investon në bank. Kurse në Shtetet Bashkuara të Amerikës, shumica e individëve investojnë në bursë. Ose në hedge fund, të cilët janë të vogla, po që menaxhojnë fonde në bursë. Pra, gjithë ky ndrim duarsh pasurish kaloi nga më të varfrit e më të pasur. Charles Schwab u bë 2 miliard më i pasur, jo se i mungoni miliardat, u bë akoma dhe më i pasur dhe përfitoi nga kjo. Ndërkohë të nesërmen u mor vesh që shikoj se nuk janë hequr siç e tha ai tamam, po janë hequr për 90 ditë, por me kusht që qëndrojnë me 10%, ndërkohë që Kanadas edhe Meksikës i kanë ngelur akoma. Atëherë bursa dje për shembull vajti ra një 7% tjetër, e kupton? Pra, ky kaos që po ndodh me bursën, dikush është duke bërë lek në mënyrë të paskrupullt në bursë, në mënyrë të paimagjinueshme, sepse një lëvizje, zakonisht bursa lëviz 1% maksimumi brenda një vite të caktuar, e kupton? 0,5-1% është lëvizja normale e bursës. Rënjet janë të lëvizi bursa me 10% brenda ditës ose me 7% janë lëvizje në cilët ai që spekulon, janë lëvizje të papara. Dhe kush përfituan? Ata që i ftoi në shtëpinë e Bardh, ky ka fituar 2 miliardë, ky tjetër ka fituar 900 miliardë. Dhe minus 10 është mesatarja. Po, sepse po ta marrësh me industri të veçanta mund të ketë edhe rënie më të mëdha. Dhe ai është praktikisht kjo është një nga problemet më të mëdha që ti nuk e kupton dot se çfarë do bëj ai me politikën e jashtme dhe me politikën e brendshme. Sepse ai tjetër gjë thot tani, sa unë nuk do t'i heq ato i vendosa, pastaj i heq. Pastaj thot, jo, nuk i hoqa, po i hoqa për gjysmë. Dhe kjo ka bërë që ai të jetë i paqëndrueshëm. Shiko, ka një teori që thot Trumpi, po vetëm 2 minuta se të kalojmë tek pjesa tjetër. Trumpi po e bën këtë për të ulur deficitin buxhetar, edhe për të ulur borxhin publik, sepse borxhi publik i Amerikës ka vajtur 37 trilion dollar. 37 trilion dollar është borxhi publik i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kujtja ka këtë borxh? Dhe botës, po gjithë ata të cilët kanë bler bono cesare amerikane. Do t'ja paguash një treasury bills. Në dollar i ka? Po në dollar, po normale, ai kanë dollar sepse kanë. Janë 37 trilion dollar, ndërkohë që ekonomia amerikane është diku te 27-28 trilion dollar. Pra e ka më të lartë borxhin se sa e ka GDP-n, e ka 130% GDP-s. Mos se kështu i bita shi që Amerika thjesht nuk është thjesht. Shiko, Japonia ka 30 vjet që ka borxhin në 170%, 200% të GDP-s. Shikon që nuk, por
kush është problemi? Problemi është që Amerikës deficiti buxhetor, vit për vit e ka 2 trilion dollar. Pra, kur shteti mbledh, po themi, X trilion të ardhura, Y trilion shpenzimet janë 2 trilion më të mëdha. Do të thënë, harxhon më shumë në buxhetin e vet shtetit, harxhon më shumë se sa mbledh. Dhe ky deficit buxhetor, siç e bën dhe Shqipëria, dhe ne kemi deficit buxhetor, mbulohet nga borxhi. Dhe ky deficit buxhetor që mbulohet nga borxhi, vit për vit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rritet me 2 trilion dollar. Pra, vit për vit vetëm ajo gjë rritet me 2 trilion dollar. Tani ç'a ndodh? Nuk është vetëm ky, por është dhe interesi që paguhet. Interesi është shumë i lartë. Tani kush është mekanizmi për ta hequr këtë borxh? Mekanizmi për ta hequr këtë borxh janë 2. Një, ulja e shpenzimeve, pra ti nuk do shpenzosh më aq shumë dhe ai po tenton këtë me dogen, ose rritja të ardhurave. Dhe tani kush është kjo pjesa tani rritja të ardhurave? Rritja të ardhurave në kupton që ti do të rrisësh taksat. Dhe taksat të më të varfrit rriti sa dush, ai që është i varfër nuk ka çfarë paguar. Do të rrisësh, po pra, rritesh ulja shpenzimi ishte ajo departamenti doge. Tani për ta ulur me dogen, ai nuk arriti. Tentohej se tha ne do heqim 2 trilion dollar vetëm nga doge, po vetëm 100 sa miliard ishte. Pra nuk ja doli me fjalë. Nuk ja doli me doge. Por në ana tjetër, ti duhet të rrisësh atëre taksat, po taksat tek të varfrit, i varfri nuk ka çfarë të paguajë taks. Sa ai shkon, duhet të rrisësh për më të pasurit. Problemi i tij, duke qenë se ai nuk do që të taksojë më të pasurit, ose të rrisi më tepër taksa mbi të pasurit, ai thotë, unë këto do t'i marr nga tarifat, që është një teori e diskutuam. Shumë idiotë, sepse në momentin që ti rri tarifat, rri depresion, dhe ty të ulen dhe të ardhurat bile, nëse do ta dish, me mënyrën e tarifave. Pra, duhet ta kalojmë këtë tani, se teoria ekonomike në këtë rast, teoria ekonomike nuk e mbështet fare ato që po ndodh tani në Amerikë dhe Trumpi. Shikoj, të themi diçka për Trumpin? Trumpi ka pasur sepse do të bëheni. A e diti që ka pasur Trump Airlines? Trump Airlines ka falimentuar. Dhe ka pasur shumë. Po midis tyre ka pasur edhe një, Trump University. Trump University ka qenë si kristali. I cili ka pasur shumë gjyqje, është penalizuar sepse thoshte unë jam shkollë e lartë, është e pa akredituar, ishte fiks kristali. Që kemi pasur ose vitrinat. Dhe ky ishte Trump University, i cili dështoi. Domethënë, ata që thonë që është një biznesmen i mirë, duhet të kemë parasysh që është po ai biznesmen si puna atyre që hapën vitrinat apo që hapën kristal dhe morën qafë gjithë ata që ishin. Ta reduktosh në këtë, dakord, po Klet. Do doja shumë të kalonim tani nga tarifat, se na u zgjatëm shumë te tarifat në fakt. Do doja të diskutojmë pak për situatën në lindjen e mesme tek le të themi afrimin e avionëve B2 në Diego Garcia të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çka lexohet dhe e tha dhe ai sekretari për mbrojtjen Pete Ksen e tha që le ta lexoj si doj Irani këtë, ndaç si presion, ndaç si gjithçka ta lexoj si doj. Ndërkohë kemi raketa me rrezet gjatë iraniane që po vinë, po spostohen, po lëvizin drejt bazave që mund godasin edhe deri në Europë. Pra kemi një situatë të tensionuar, ndërkohë që pritet një takim midis Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në nivel ekspertësh Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, për sa i përket përpjekjes për të shtensionuar situatën midis në lindjen e mesme. Ndërkohë, shumë komentatorë thonë që e vetmi arsye pse Netanyahu vizitoi Trumpin së fundmi ka qenë për çështjen e Iranit. Si e lexon situatën në lindjen e mesme, nisur nga këto situata? Po situata në lindjen e mesme mund të shihet vetëm në prizmin e asaj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës fatkeqësisht kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë lojën e Izraelit, pra duke mbështet interesat më të ngushta izraeliane, po heqin dorë nga interesat, pra nuk ka një balans mes interesit amerikan në lindjen e mesme dhe interesave të Izraelit në lindjen e mesme. Prevalojnë interesat e Izraelit. Natyrisht armiku më i madh i Izraelit sot në lindjen e mesme mbetet Irani. Dhe aspirata më e madhe ose suksesi më i madh i politikës jashtme izraeliane do të ishte
sikur Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndërhynin dhe të përmbysnin regjimin. Jo të përmbysnin regjimin, nuk është e rëndësishme të neutralizonin të neutralizonin kapacitetin bërthamor dhe të gjithë kapacitetin hipotetik që mund të ketë për të godit Izraelin, që janë raketat, avionët dhe gjithë aparati mbështetës për që Irani të arrijë një kapacitet goditës bërthamor. Kjo është thelbi. Dhe nga kjo pikpamje duket pak e çuditshme se si administrata Trump në pamjet parë vjen me idenë për t'u tërheqë nga lufta, për të mos krijuar asnjë lloj konflikti, për të shujt gjitha ato konfliktet ekzistente siç ishte konflikti në Mesme apo konflikti në Ukrainë, për t'u përqendruar tek Kina. Është në nurët e neokonsave thonë sa komentatorë. Ndërkohë që se thosh përqendrimi i aseteve apo spostimi i disa aseteve ushtarake në bazën e Diego Garcias me logjikën e qartë apo me qëllimin e qartë për të sulmuar nesër Iranin, se thosh mbetet na tregon se sa e pa lehtësueshme është politika e jashtme amerikane, ose më saktë politika e jashtme e Trumpit, ku në pamjet parë mbetet një aleat shumë besnik i Izraelit, më shumë se sa që është Izraeli aleat i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Jo, sepse e thot edhe ai Izraeli, Netanyahu e thot për herë të parë kemi një person Izraeli garantues. e ka dëmtuar shumë interesin amerikan në lindjen e mesme, të paktën këto 15 vjetët e fundit. Dhe për këtë arsye është pak e çuditshme, pra përqendrim asetesh në raport me linjën e mesme, goditja e hudhëve në Yemen për llogarit Izraelit, ndërkohë që mbetet e pa kuptim prezenca e Shtetit Bashkuar të Amerikës në linjën e largme, pra nuk ka një shtim prezencë në linjën e largme. Fjala vjen për në Oqeanin Paqësor. Dhe në këtë arsye u them që e vetmja mënyrë se si mund ta e lexosh është që Shtetet Bashkuara të Amerikës mbeten apo përdoren nga Izraeli për të bërë politikën e jashtme me shumë pak ose sa më pak kosto. Endri, Kledi thotë që Irani është interes vetëm eliminimi i regjimit apo neutralizimi i Iranit, e konsiderojmë si të duam në këtë pikë, por që është interes vetëm i Izraelit. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këto ndryshime të mëdha që po ndodhin me ardhmën e Donald Trump, mendon se të paktën me komentatorë thonë, është një përpjekje edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta shkëputur Iranin nga influenca e Kinës. Është një nga furnizuesit më të mëdhej me gaz dhe naftë të Kinës. Paka shumë kjo është një tezë që qarkullon. Si e lexon situatën atje, nisur nga parashtrimi që bëra më parë dhe nisur nga fakti që është interesi SBA-ve apo interesi i Izraelit, se kjo është ajo biseda. Është interes për të këtë punën e furnizimit me naftë. Okej, mund të jetë furnizim me naftë, se Irani është pjesë e BRICS-it, po njëkohësisht është dhe Emiratet Bashkuara Arabe janë pjesë e BRICS-it. Kështu që edhe sikur mos i shesi Irani, do ja shesi Emiratet Arabe, edhe Katari dhe gjithë vendet e tjera. Rusia, e gjitha. Pra, nuk është kjo që po tenton Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një metodë për të hequr nga Irani, po themi ato armë bërthamore, duke qenë se Irani është duke ecur shumë në drejtim të krijimit të një arme bërthamore. Kjo është, domethënë, kjo është Graham thoshte se ka gati për të bërë 6 bomba bërthamore. E ka mundësinë. Tani për momentin ata domethënë kanë ecur në këtë drejtim, edhe marrëveshja që është bërë më përpara nga Obama për armët bërthamore ka qenë një marrëveshje e cila është kundërshtuar nga republikanët, megjithëse u arrit, pastaj vetë Trumpi e hodhi poshtë atë marrëveshje, e hodhi në mënyrë të njëanshme, duke vendosur sanksione të tjera, të cilat nuk procesohen ndonjë gjë të madhe, ndërkohë që Evropa mbajti një qëndrim çik më të ekuilibruar. Për sa i përket raketave që mund të arrijnë Evropën, teorikisht mund të arrijnë Evropën, ato që vendosen ai tip lloj raketash që Irani ka çuar në Irak,
nga Iraku, ka një rrezë 1000 kilometra, kështu që mund të godasin Evropën, po nuk mendoj që Europa rrezikon gjë, sepse Irani nuk është se ka ndonjë gjë me Evropën, kuptimin kësaj bile. Irani mundohet që ta përçajë Evropën me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ajo që po ndodh tani është një lëvizje unilaterale nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët nuk duan të lejojnë që Irani të ketë armë bërtamore, pra kërkesa është më së qartë, ti duhet vendosësh nën kontroll armët bërtamore. Dhe kjo ka qenë po, dhe në kuadër të kësaj ka transferuar jo vetëm avion për duas, por edhe 40.000 trupa, 50.000 trupa, plus bazave ekzistuese që janë, plus ka çuar batalione për mbrojtjen me raketat Patriot, etj. Pra është duke u përgatitur për një sulm ndaj Iranit, është duke u përgatitur. Serioze përgatitja thua apo është vetëm deterrenca? Shiko, çohen problemi kush është? Problemi është që Trumpi mund të thotë që shiko, nuk arritëm marrëveshjen dhe sulmuam, ose pastaj në moment fundit thotë po jap dhe 90 ditë kohë. Pra ajo qëndrimi jo konstant i Trumpit në politikë të bën ty që të mos di se si do sillet. Domethënë, ai këtë metodë e ka pasur edhe kur ka bërë biznes, domethënë gjithë e tregonin që i paparashikueshëm. Është i paparashikueshëm. Dhe kur është i paparashikueshëm, pastaj krijon problematike, sidomos në vendet si puna e Gjirit Persik ose e vendet të rajonit. Por ajo që dua të them është fakti që kemi qenë këtu në studio dhe kam thënë që unë habitem me ata Komitetin Musliman në Michigan e të tjera që donin të votonin për Trumpin, se thash më kujtohen si ata chicken for KFC, domethënë ishte më së e dukshme që Trumpi do mbante krahun e Izraelit, dhe ishte shumë pro-izraelit. Nuk janë për luftën tani. Në krahasim me Biden. Në krahasim me Biden. Do prodhoj luftë në e mesme në kuptimin që do përplaset ushtarakisht me Iranin. Trumpi jo vetëm që është në shumë, po Trumpi edhe u shpreh aty, nuk e di ai ke parë deklaratat e fundit që ka thënë po do marr ripin e Gazës, dhe kur e pyetën për do e blesh apo do e marrësh, do e blesh apo do e marrësh, s'kam ç'a blej, thas aty është e gjitha rënoi. Ishte deklaratë para 2 ditëve. Po. Pra me atë qëndrim që e ka bërë dhe Izraelin më të papërgjegjshëm, sepse Izraeli tani e shikon, nëse më përpara Bideni e mbante në një farë mënyrë nën kontroll, duke i thënë, shiko, bëj ca veprime se për ndryshe këto armët që kërkon ti blesh tek unë nuk do t'i jap, dhe ka ndodhur raste që e ka bllokuar Bideni këtë gjë. Trumpi është jo vetëm që t'i jap armët, po unë vi me armët e mia dhe luftoj për ty. Po është dhe Rusia dhe në këtë rast, po Irani ka një marrëveshje me Kinën për mbrojtje reciproke. Ka bërë dhe një marrëveshje me Rusinë së fundmi. Nuk në janar. Ajo që ka ndodhur me Rusinë, pra nuk është lehtë të ndërhysh ushtarakisht, ndërkohë që dy vendet po nuk do ndërhyj me trupa, se ky është nuk ndërhyj njëri me trupa në Iran. Irani është 80 milion, 90 milion banor. Pra janë vetëm është vështirë të futesh me trupa, nuk çka me 40.000 trupa do futeshin në një vend. Po fati bazave amerikane. Ato trupa aty janë për të siguruar që do të godas gjitha bazat amerikane. Ato trupa aty mund të jenë mjaftueshme për një operacion ndaj Husi, pra ndaj bazave Husit për ta eliminuar përfundimisht, pra dhe e dyta për të siguruar që bazat që janë në rajon amerikane, që t'i ketë baza edhe në Irak aktualisht amerikane, të jenë më të sigurta, por që ti me trupa toksore të sulmosh Iranin nuk ka pasur asnjë perandori që është përplasur me Iranin në mënyrë toksore dhe të ketë fituar. Hiç perandinë me mongolëve dikur me Xhingis Khan. Ne konfirmoi Kledi dhe tha dhe gjithë tjerët kanë sepse është e vështirë, Irani është i vështirë. Terreni i vështirë. Jo, është i vështirë sepse është po është kombi i madh këto të tjerë dhe nuk, domethënë ajo mënyrë e futjes me tokë nuk do ekzistojë, dhe vetëm sulme ajrore për të eliminuar ato që janë themi bazat e Irani pastaj kundërpërgjigjet dhe në kuadrin e sulmeve ajrore nuk të hyn në punë as marrëveshja me Rusinë, as marrëveshja me Kinën, sepse ja ku ishte Izraeli që e sulmoi Iranin me avion dhe nuk ndodhi asgjë as në Kinë as në Rusi. Tani duhet kuptuar një gjë, Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rast janë duke bërë edhe lojën e Izraelit
Dhe kjo e ka bërë dhe Izraelin që tjetë... Edhe lojnë Izraelit, se prandaj të desha si... Unë them që fatkeqësisht me lojnë Izraelit. Dhe Trump mund ta ketë marrë dhe në mënyrë paksa personale, sepse është zbuluar që paktën ka qenë raporte zyrtare, që ka pasur një komplot iranian për ta vrarë. Po. Kështu që mund të jetë edhe personale për Trumpin, se Trumpi nuk... Ka thonë edhe për Trumpin gjithë pisat janë të hapura. Edhe nëse më vrasin... Ka dënuar që Iranin ta zhdukin. Pra, ideja është që mund të jetë dhe i natë personal, por fatikisht ky problemi i Iranit ka qenë dhe gjatë administratës parë të Trumpit, që e kritikonte Obama. Po çfarë i bëjnë bisedimet atëherë, Endri? Po bisedimet bëhen që të arrijnë një marrëveshje. Tani se çfarë marrëveshje do arrihet, nëse ata për shembull mund të japësh në dorë të mirë lekësh Trumpit kuptimin që të bësh një marrëveshje për minerale ose gjëra të tjera, dhe ai edhe të riqet brapshëm. Këtë do këtë po them unë. Pra ideja do që Irani mos i jap më Jo, atë nuk e bën dot. Jo, atë nuk e bën dot. Atë nuk e bën dot, po mund të marrë një përfitim në ana vet. Jo, do ta heqi Iranin si një aktor proxy i Rusisë dhe Kinës në atë rajon. Irani s'është aktor proxy, as i Rusisë as i Kinës. Irani ka lojën e vet. Po bën lojën e... Jo, Irani nuk është aktor proxy, as nuk është aktor proxy. Ka linjën e vet, është shtet mjaftueshëm, i madh, mjaftueshëm i rëndësishëm, ka qenë mjaftueshëm i rëndësishëm. Nëse fuqi rajonale mbetet. Po fuqi rajonale mbetet, po ka proxyt e vet, Irani ka pas proxy Sirin, pati proxy Libanin, Houthit në Yemen, Hamasin faktori shit, pra nuk është vendi tipik në atë lloj zone, është një fuqi e rëndësishme rajonale. Sikurse që është Turqia, sikurse që është armiqësore ndaj SBA-s, është armiqësore ndaj SBA-s ka 30 vjet. Ka qenë sikur me revolucionin iranian, që pozicionohet. Ideja është si armiqësore ndaj SBA-s. Unë kam më shumë armiqësore ndaj SBA-s është si thosh e ka kriju pozitën për shkak të lidhjeve që ka pas me Sirin, për shkak të programit të armatimit bërthamor. Kto e kanë bërë të rrezikshëm, shkak të rrezikut që të shtuar që kanë ndaj Izraelit, për Iran nuk është proxy as kujt. Khamenei ka thënë që nuk do kemi kur bombë bërthamore, më pse? Jo, ai ka thënë. Për çfarë duhet bomba bërthamore? Është siguri maksimale, por nëse rreziku. Po Izraeli thotë se nuk ka bombë bërthamore, ndërkohë që Redi, nëse Irani për shembull është një vend i cili ka një rrezik ekzistencial, cilin e ka kriju paktën regjimi i Iranit. Regjimi, se ndofta po të bjerë regjimi, mund të bjerë dhe rreziku. Po, te regjimi ja mund, domethënë ka një përpjekje. Regjimi ka 40 e ca vjet që në vitin 80, po që ka çarje të brendshme. 50 vjet gati po bëhet që po ekziston, ka çarje të brendshme, kjo është çështje tjetër. Nëse do bjerë regjimi, mund të bjerë dhe rreziku. Por është e vështirë me rënien e regjimit bjerë dhe rreziku. E pamë edhe në rastin e Sirisë, ra regjimi i cili është i dobët, po është po prapa aq armiqësor, ka përqend aq armiqësor ndër Izraelit sa çka qenë regjimi përparshëm. Endri, një konflikt tjetër për cilin Netanyahu, që e kemi mbas shpinës time, takoi Trumpin, ishte mundësia e një përplasje me Turqinë, për shkak se Turqia po merr një bazë ajrore afër Palmirës ku mund vendosë raketat S-400 ruse. Që janë përmbrojtje kundërajrore. Pra ka qenë edhe një nga arsyet e vizit, ka qenë kjo, po ka qenë edhe që të pengojë Shtetet e Bashkuara, të bindë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mos të shes F-35, avionët F-35 Turqisë, sepse kjo mund ta kthente Turqinë pastaj në të marrë një rol tjetër në atë rajon. Si e shikon një mundësi përplasje? Ato të dyja janë përplasur. Në Siri janë përplasur, duke qenë se regjimi, domethënë fraksionet që kanë mbështetur Turqia në Siri janë fraksionet me një prejardhje nga, po themi, vërtet ishin kundër Asadit, po njëkohësisht ishin kundër Izraelit. Kështu që normalisht ato fraksione janë mbështetur. Njëkohësisht kanë dhe armiku i Turqisë, që janë kurdët e Sirisë, janë ata të cilët kanë qenë dhe aleat natyror të izraelitëve. Izraelitët për shembull kanë ndihmuar kurdët që të armatosen, edhe dikur edhe në kohën më përpara kur kurdët ishin me Öcalanin, merrnin një farë financimi të shtetit edhe nga Mossad e këto të tjerët për të kryer operacionet e tyre. Pra, si thua, kjo lloj politike
nuk është pa pasojë, dikur do të kthehen mbrapsh. Dhe çfarë vjetre është sa më i madh të jetë një komb në numra, aq më shumë e ka potencialin për të bërë lojë më të madhe. Ke fjalën për Turqinë këtu? Turqia ka qenë në 1920-ën kur u nda Turqia. 8 milion banorë. Sa ka qenë? Turqia ka qenë 14 milion banorë. 14 milion banorë ka qenë. Dhe 14 ka qenë 14 milion dhe Greqia ka qenë 6 milion në atë periudhë në 1920-ën kur u bë ndarja e Turqisë, domethënë. Sot Turqia është 80 sa milion, po shkon 90 milion. Dhe Greqia është 10 milion. Shi qa disniveli është krijuar gjatë gjithë kësaj kohe. Dhe çfarë ka bërë kjo? Kjo ka bërë që tani nëse Turqia e 1920 ishte ajo e cila mbijetonte, domethënë luftonte për të mbijetuar ndaj Greqisë, ndaj këtyre që ishin, sot nuk është më ajo Turqi, është një Turqi që e cila është goxha më e madhe. Është e madhe sepse popullsia është e madhe, marrëdhëniet ekonomike që të potencial ushtarak, ekonomik, etj, kulturor, të bën ty që të jesh ti të lozësh rol më të madh. Këtë rol më të madh në Siri pastaj e bën që të përplaset me Izraelin. Izraeli i cili ka pasur Dakor, po përgjigjen e Trump, nëse e ke ndjekur që Erdogani është është miku im e tjerë, po shiko, Trumpi është një farë periudhë kohe që është mirë që edhe këto analizat që bën për të jenë qiks me pikpyetje dhe me gjithmonë të dyanshme, sepse nuk çfarë thot tani nuk e thot pastaj. Domethënë Erdogani është miku im, Putini është miku im, ka për ta zgjidhur çështjen e konfliktit, ndërkohë që Putini ka një muaj që po i bombardon shkela të armë pushimin si ti teket. Jam mik me atë Koranin, jam mik me Xhin e Kinës, po ndërkohë i vendos tarifa. Pra, çfarë thot Trump nuk është për të marrë dhe aq për bazë në kuptimin. Duhen parë veprimet konkrete në terren. Veprimet konkrete në terren nga për momentin nuk ka një problemet që ka Trump, domethënë Turqia ka qenë e përjashtuar në programin F-35-s. Për shkak të S-400. Është për shkak të S-400-s. Pra në momentin kur mori sistemet raketore S-400 ruse, ata e pezulluan nga programi, sepse ka qenë pjesë e programit për shkëmbimet aty brenda dhe për research, sepse problemi është e fakti që sistemet e mbrojtjes kundërraketore marrin të dhëna nga fluturimet e avionëve F-35, domethënë. Dhe ato S-400 duke qenë se mirëmbahen dhe kontrollohen domethënë nga inxhinier rus, ato që janë në atje, mund të ketë akses të dhëna teknike të fluturimit të avionëve F-35 dhe për këtë arsye, për arsye sigurie, u hoq. Ndërkohë që duke qenë se Evropa tani ka filluar që të bëjë riarmatim me avion të Evropës, Gripen ose F-2000 Rafael 2000 i Dassaultit, domethënë, Amerikës i ka rënë shitjet ose porosit që ka pasur për F-35-ën dhe para 2 javësh Erdogani foli me Trumpin dhe Trumpi tha po mund ta rifusim Turqinë në F-35, pra në programin F-35, sepse sa ai mund të blejë nuk e di sa 10 avion donte që të blinte Turqia. Pra, dhe kjo e bëri dhe alarmoi Izraelin, sepse Izraeli tani është duke parë që Turqinë ka aty, prandaj po i kërkon Turqi me F-35. Prandaj po i kërkon. Shiko, F-35-a në vetvete është goxha avion i mirë, pavarësisht se ka ato, domethënë është avioni më i mirë për momentin që ekziston në botë, domethënë, dhe është prodhim goxha i mirë, megjithëse kinezët kanë arritur tani të bëjnë J-36-ën, e cila pretendojnë që është i gjeneratës 6. Ndërkohë që F-35 është gjeneratës 5, pra është një gjeneratë më përpara. Po dhe Trumpi ka folë për F-47. Po F-47 derisa të futet në prodhim do duhen disa vite. Ndërkohë që J-36 është duke kryer fluturime në këto momente që flasim. Bile do prodhohet një avion shumë i mirë, pastaj do prodhohet një avion tjetër që të shitet alatës, të deskalojë. Pra ideja se këtu shikohet prap kjo puna e teknologjisë që ndikon shumë. Izraeli më tepër ka hallën sepse edhe vetë Erdogani, duke qenë se i përket asaj rrymës me ndikimin nga vllazëria muslimane, domethënë AK partia është që ka qenë partia e Erdoganit, është me ndikime islamike, është pjesë e islamit politik. Izraelin e shikojnë pak a shumë me qitin sy. Po është aleati Hamasit. Dhe njëkohësisht është dhe kanë ndihmuar dhe çështjen palestineze është përfshirë në Siri, është përfshirë në gjithë vendet e tjera. Në qoftë ajo që ka bërë Izraeli
është që duke ndjekur një politikë agresive, sepse nuk ka një Shtetet Bashkuara të Amerikës që ta mbajnë nën kontroll. E ka bërë që të jetë agresiv dhe në Siri. Po. Edhe ka vajtur, për shembull, ka bërë disa inkursione në zona të cilat të caktuara, në të cilat kanë qenë, ndërkohë që regjimi i ri për shembull nuk ka bërë asnjë goditje ndaj këtë dhe nuk ka mbajtur asnjë retorik kundër Izraelit. Ka reaguar vetëm Turqia. Dhe pra, ndërkohë që ka pasur me 10 goditje dhe futje trupash, kjo gjë e ka bërë që nesër pas nesër gjitha këto mos kujto se nuk janë Kosovës, dikush mban shënim, do e mbajnë sirianët vetë, e mban Turqia dhe ka për t'u kthyer mbrapsh për faktin që ai nuk e mban në kontroll. Klejt, e fundit sepse më duhet ta mbyll. Si e vlerëson postimin e bisedimeve SBA-Rusi në Stamboll? Nga Riadi, se në Riad po shkëmbeheshin të burgosur midis SBA-s dhe Rusisë, po kalimi në Stamboll dhe rolin le të themi, është ky një moment i reintegrimit Turqisë te kjo tavolina e madhe që po Turqia s'ka nevojë tjetër reintegrume, është mjaftueshëm e madhe sa të luajë rol të rëndësishëm në rajon edhe pa qenë e integrume. Për shkak të dy konflikteve të mëdha edhe dy luftrave civile në Siri dhe në Libi, Turqia ka qenë domosdoshmërisht e përfshirë, bile përkundrazi ka pas një rol që e ka dhe sot në Ballkan, si një lloj paqëtori apo kontrolluesi i le të themi atyre shteteve që kanë edhe popullsi të rëndësishme muslimane në Ballkan. Me këtë rol e ka pas dhe do ta ketë gjithmonë. E qartë. Pra dhe ka dhe një diçka më shpesh se një javë nuk jam mjafton me i diskutuar të gjitha. Ka dhe një diçka tjetër që Turqia është në pakta të vende, në të cilat nuk vendosin sanksione ndaj Rusisë. Dhe janë turistët rusë, për shumë shkojnë në Turqi dhe bankat operojnë normalisht e këto tjerë. Dhe vetëm kaq, po Turqia ka qenë dhe pjesë e marrëveshjeve që janë bërë në nivel më të ulët për shkëmbim robërish të luftës ose për kthim fëmijësh, sidomos për robërit e luftës, ata që ishin në Azovstal, u shkëmbyen nga Turqia nëpërmjet, pra Turqia, duke qenë se i ka lënë të hapur si valvull shfryrje ekonomike Rusisë, ka akoma akses në diplomacinë ruse, pavarësisht faktit që Turqia është totalisht kundër aneksimit të tokave të Ukrainës. Unë sot po shoh vendri nevojën që ne të bëjmë edhe emision tjetër që t'i ezarojmë të gjitha, se ti sa vjen